Pështet me të Allahu që të nëmbroj nga e keqja e veprave tona. Mëshira e Allahu që qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu ju mëshiroft gjithë, ju që jeni sa me këtu bashkë. Allahu në lutem Allah të gjitha adhurimet e kësaj dite në i pranon. Allahu ju mëshiroft dhe Allahu ju bekoft gjithë. Krejt njerëzit në këtë botë kërkojnë që të jenë suksesshëm. Kërkojnë që të kenë mirësi dhe begati. Por mirësia dhe begatia, hajri i kësaj bote dhe i botës tjetër në ahiret, është tek namazi. Nëse e do vetën tënde, për jetën e kësaj bote dhe për ahiret, fal namaz. Nëse do mirësi për familjen tënde, fal namaz. Nëse do mirësi dhe begati për prindin e tuaj, fal namaz. Nëse do mirësi dhe begati për shokët e tuaj, fal namaz. Pra e gjithçka lidhet me namazin. Allahu Jelle Jelaluhu urdhëron e thotë: "Wa ma khalaqta al-jinna wal-insa illa liya'budun." Dhe nuk i kam kriju njerëzit e xhinët vetëm që të më adhurojnë. Pra çelësi i suksesit në këtë botë dhe që të hap dyert e xhenetit është vetëm namazi. Këto tjera, zakati, agjërimi, këto e ndihmojnë. Por që për të vulos namazi. Po pse kështu? Do të pyes secili prej jush. Po ju shikoni që Ramazani është një herë vit 30 ditë. Namazi është se ti je gjallë, 5 kohë. Pa ndalu. Deri në momentet e fundit sa të dalësh prej kësaj bote. Pra nëse ky është një muaj, ajo është gjithë jetën. Pra kuptohet që nuk do të lojsh vetën pa e lidh me namaz. Djalë i ri, vajzë e re, burr, gru, mos mendo se do të ketë hajër pa për ulje ndaj Zotit Xhelel Xhelalu. Pra krejt sekreti është tek namazi. Dhe i sukses tjetër është me u pendu. Njerëzit i ka mashtru shejtani mallku. Edhe i thot: "Kush je ti?" Filon, po të s'kegjë no. E disa i pasër jeti. Po i shof njerëzit që shkojnë aty këtë xhami, shkojnë ata që kanë gjinofa aty. Jo ti. E pra, çfarëdo halli, çdo problem që të kesh në familjen tënde, lidhet me namazin. Fillo namazin, të ndryshoj gjendje për mirë. Fillo namazin. Edhe elhamdulillah. Namazi është më i lehtë se agjërimi. Pra nëse në agjërim të rresh 30 ditë gjatë ditës pa hëngur në sesen, edhe ato që i ka leju Allahu Xhelel Xhelaluhu, ndërsa namazi është shumë i lehtë. Është llogarit që maksimumi 5 kohë të namazit 25 minuta. Edhe na thonë njerëzit, ne, po kush ju ma juve që faleni 5 herë ditë? Asi nuk në manë. Jo, vëllaj. Bëjmë aq shumë punë dhe aq lehtë e kemi sa nuk diskutohet para sesen. Inshallah bëhet se bet ky muaj madhëshëm. Krahas agjërimit. Krahas që erdhët në derën e xhamis. Mos e harroni më. Mos e harroni më se do t'ju duhet për gjithë jetën. Nga do që shkonin këtë botë, pa besim tek Allahu nuk ka hajër. Nuk ka hajër. Allahu na zot me gjithë shka që të fitojnë kënaqësitë e Zotit. Jebe kamerën e tij.